Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë. Ditën e sotme do t'ja kushtoj personave të humbur, raste urgjente që kanë humbur përgjatë muajit nëntor, dhe sot i sjellim në fokus gjithnjë me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, por edhe me kërkesën e familjarëve të cilët janë në terren, bëjnë kërkime, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë për ata. Do e nis programi sot me historinë e Akis Salës, një 74 vjeçar, i gjia do më ndihmoj me pasaportën e Akis Salës, i cili ka humbur kontaktet me familjen në 1 nëntor të këtij viti. 74 vjeçari ndodhesh në spital, në qendrën spitalore Nën Tereza, i cili kishte kryer një operacion në datën 31 tetor dhe fatkeqësisht 24 orë pas operacionit ai ka dalë nga dhoma e spitalit pa njoftuar askënd dhe nuk dihet, drejtimi është i paditur. Bashortja e tij Vera ka qenë me mua në datën 2 nëntor në lidhje direkte nga spitali, ka kërkuar ndihmë që të hapen kamrat e sigurisë. Por në ato ditë nuk ishin hapur kamrat e sigurisë dhe ende ishin pikpyetje të mëdha nga cilat dalje kishte dalë Akis Sala, ky 74 vjeçar që po e shikoni në këto momente në foto. Po përgjatë këtyre ditëve ka patur zhvillime me këtë histori, pasi më në fund kamrat e sigurisë brenda spitalit Nën Tereza janë hapur, le të themi disa kamra, jo të gjitha, dhe ndërkohë është vërtetuar plotësisht që 74 vjeçari Akis Sala ka zbritur nga reparti i urologjisë në katin e dytë ku ai ishte i shtruar në një nga dhomat, ka zbritur dhe ka dalë nga hyrja e dytë, le të themi, e kësaj godine, i veshur me bizhame, siç e përshkroi bashkëshortja e vet, me një palë shapka, ka dalë rreth orës 1 të drekës të datës 1 nëntor, dhe le të themi këto janë gjurmët e fundit të Akis Salës dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kërkime janë bërë në terren nga bashortja e tij Vera, nga të gjithë familjarët, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të Akis Salës dhe shpresojmë që ai të jetë mirë, të jetë një jetë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Unë dua të prezantoj në këtë moment një kronikë që ne kemi përgatitur për Akis Salën dhe do rikthehemi në studio sepse pas pak me mua do të jetë bashortja e tij Vera Sala. Prej datës 1 nëntor, familja Sala po përballet me ditët më të vështira të jetës. Akis Sala, 74 vjeç, është dukur pa gjurmë nga ambientet e spitalit Nën Tereza, ku ishte i shtruar për trajtimin mjekësor. I moshuari ndodhej në repartin e urologjisë, pasi kishte kryer një ndërhyrje kirurgjikale. Sipas bashkëshortes, Akiu ishte i operuar me 31 tetor dhe vetëm 24 orë më pas kishte dalë nga dhoma e spitalit pa njoftuar askënd. Ai ishte i veshur me pizhame blu dhe një palë shapka kur zbriti dhe doli nga godina spitalore. Bashkëshortja me lot në sy kujton minutat e fundit të tij. Unë i dhash bukë dhe i thash, rritash i shtriu një çik se ke gjithë natën je pa gjumë. Mirë, më tha mua sa të shkoj, thash unë të flas poshtë që si do bëhet, do vjet kartoteli prap apo jo. Dhe unë zbres poshtë. Dhe çfarë ndodhi? Kur ti shkove poshtë për të takuar doktorin, i ngjitu lart dhe nuk e ke gjetur në dhomë. Po. Shkova aty ato që ishin të dhomës, më thanë doli. Prej 1 nëntorit nuk e asnjë informacion për bashkëshortin. Dhe ne s'dim ç'a bëjmë, djelën te urgjenca. Gjatë trajtimit të rastit në pa gjurmë, janë mbledhur të pakta informacione për Akis Salën. I vetmi sinjal erdhi nga një qytetar, i cili dyshonte se kishte parë të moshuarin në zonën e zogut të zi. Kamera e Report TV shkoi për verifikime në këtë zonë, por fatkeqësisht nuk u gjet asnjë gjurmë e tij. Familjarët kërkuan që të hapeshin kamrat e sigurisë brenda qendrës spitalore Nën Tereza, por ato u hapën disa ditë me vonesë. Fal këtyre pamjeve, u arrit të kapet momenti kur i moshuari ka dalë nga hyrja e pasme e urologjisë, me 1 nëntor rreth orës 1, ndërsa më pas trajtimi i tij mbetet i paditur. Kanë kaluar 26 ditë që kryefamiljari i familjes Sala rezulton i humbur. Edhe pas kërkimeve intensive nga bashkëshortja dhe djali, nuk ka pasur asnjë rezultat. Kjo është historia e Akis Salës, 74 vjeçari nga Tirana, që fatkeqësisht e theksoi rezulton i humbur për familjarët e tij që prej 1 nëntorit, pra të këtij viti, dhe nuk dihet, kanë kaluar 26 ditë fiks që familja Sala është në kërkim, ka bërë denoncim në polici dhe nuk ka zbuluar asnjë gjurmë të tij. Do të shkojmë në një lidhje direkte, do të jemi në Tiranë, pasi gazetarja ime Erstela Mala i ndodhet në familjen Sala dhe është me bashkëshorten e të humbrit Vera Sala dhe dua t'i përshëndes. Erstela, përshëndetje, zonja Vera, përshëndetje.
Përshëndetje Odeta. Përshëndetje. Ndodheni pikërisht në shtëpinë e zotit Sala, je me zonjën Vera dhe dua të di ditën e sot me Ersela në bisedën dhe intervistën që ti do zhvillosh me zonjën Vera se a ka patur ndonjë informacion për gjatë këtyre ditëve që ne nuk kemi qenë në transmetim me këtë histori. Ne kemi qenë në komunikime të vazhdueshme me Verën dhe nga komunikimet që kemi pasur me Verën dhe nga informacionet që ka marrë nga spitali deri më tani nuk ka asnjë informacion përveç faktit që nga kamerat që janë hapur është parë zoti Haki Sala që ka dalur nga dhoma ku ai ka qenë i shtruar. Deri më tani nuk ka asnjë informacion, por më shumë do na flasi edhe Vera, e cila ka qenë më në brendësi të situatës dhe ka qenë në komunikime të vazhdueshme me spitalin. Po Vera. Unë nuk kam asnjë komunikim. Është vetëm foto që duket aty që ka zbritur nga shkallët, po se ka dal nga dera, se ka dal për jashta nuk më është dhënë asnjë lloj sqarimi. Kam shkuar gjithandej dhe nuk po gjej zgjidhje. Edhe sot fola me shefin e policisë të 4-s, tha ai s'kemi asnjë gjurmë. Nuk e di se çfarë ndodh. U bë gati 20 e ca ditë dhe nuk gjendet. Data sot është 26 nëntor dhe janë plot 26 ditë që bashorti ka humbur. E dashur Vera, nëpërmjet kësaj foto të vetme që ti ke arritur të sigurosh nga kamerat e sigurisë të spitalit, pikërisht dalja e dytë le të themi nga mbrapa urgjencës, ku është duket momenti që bashorti juaj ka dalë, ju dyshoni se ai nuk mund të ketë dalë, se të paktën ma jepni regjia dhe mua këtë foto në wall për ta parë. Po dyshojmë sepse Po. Unë po e shikoj foton dhe pozicioni ku ndodhet bashorti juaj është fiks pranë portës kryesore aty ku qëndron roja. Dhe drejtimi që ai ka marrë është pikërisht nga dera për të dalë. Po nuk na japin fotot, asnjë gjë që ka dalë nga dera. Absolutisht. Çfarë ju shton për kamerat e tjera? Asgjë, janë 3 ditë që kamerat thonë. Dhe nuk ashtu. Biles kam thënë, shifni kamerat e aty të rreth rrotullimi, që është kamera e madhe, që është spitali Burgut, asnjë gjë. Janë 3 ditë që më thonë. Nuk ashtu. Pse mos kape drejtoresha spitalit? I ka USB-t. Edhe të më jepet, çfarë drejtimi ka marrë? Po pra, e dashur Vera, sepse këtu desha dhe unë të këmbgulja, që ideja që nëpërmjet saj fote ti nuk arrin do të kuptosh nëse burri ka dalë nga spitali apo jo, le të themi që ai ka dalë. Duke qartë që kjo foto të jep përshtypjen që ai ka dalë dhe drejtimi që merr nga pozicioni i fotos, ai është pikërisht tek dera ku ri roja dhe unë mendoj që ai ka dalë, sepse nëse do ishte brenda godinës së urologjisë, të katit të dytë apo dhe katet lart ku ka të tjerë pacient, pa dyshim që ai do ishte gjendur. Nuk mund të rrinte brenda spitalit 26 ditë, ndërkohë që është bërë alarmante kjo situatë, ju keni bërë denoncimin në polici, keni bërë denoncimin në spital dhe unë nuk besoj që ndodhet në spital. Pra ne tashmë le të themi e besojmë 99.9% që ai ka dalë nga spitali dhe drejtimi është i paditur. Por ju keni të drejtë që këmbgulni dhe kërkoni pse nuk hapen kamerat e sigurisht jashtë spitalit, në oborrin e spitalit, jashtë, le të themi, gardhit të spitalit për të kuptuar drejtimi që ai ka marrë. Kamera ka gjithandej, kamera janë private, kanë lokale të gjitha si, u bën 26 ditë. Edhe sikur të ke dalë, ky nuk e se bënte 5 hapa dhe rinte. Se nuk ishte aq i ashtu. Po pra, po, a i kishte 24 orë që kishte kryer një operacion dhe sido që të jetë fizikisht ishte i dobët, edhe për shkak të moshës që kishte, por dhe shkaku kryesor që kishte kryer një operacion dhe sigurisht që a i bënte 5 hapa dhe ndalonte dhe të besoj për këtë pjesë. Dhe sikur të ke dalë, nuk e ka parë njeri se do uleshe, ku janë 26 ditë, ku gdhijet ky njeri, ku fle. Këto sigur e përpiu dheu. Ndaj unë duat bëj një thirrje në këto momente në këtë transmetim direkt, kushdo që është duke na ndjekur dhe kushdo që mund ketë hasur në rrugë një person të moshuar që
është i përhumbur dhe t'je përshtypjen që ka humbur, ka probleme, qoftë fizike, por ndoshta dhe ato të shëndetit mendor, sepse ne nuk e dim. Këtë gjë jeni të gjithë të lutur të kontaktoni me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë. Haki Sala Dashumiq është një 74 vjeçar nga Tirana, i cili rezultoni humbur për familjen e tij që prej datës 1 nëntor ka dalë nga spitali rreth orës 13, 1 të drekës, pa lajmëruar askënd, as bashkëshorten e cila i shërbente në spital. Situata e tij ndoshta ka qenë goxha e rënduar, ai ka dalë dhe drejtimi ngelet i paditur. Kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe po vazhdojmë me historinë e Haki Sala, është një 74 vjeçar nga Tirana, i cili fatkeqësisht figuroni humbur për familjarët e tij që prej datës 1 nëntor i moshuari ishte shtruar në spital, kishte kryer një operacion, por fatkeqësisht ai ka dalë nga dhoma e spitalit pa njoftuar askënd dhe drejtimi vazhdon të ngelet i paditur për familjarët. Në një lidhje direkte kam gazetaren Ersela Mala, e cila ndodhet në familjen Sala dhe është me bashkëshorten e të humbrit, me zonjën Vera. Ersela, Vera, më dëgjoni? Po, të dëgjojmë, Odeta. Si që dhe po thonim, sot janë mbushur plot 26 ditë nga zhduke e Haki Salës. Gjithashtu Vera ka qenë në komunikim me komisariatin dhe doja ta pyesja në fakt se çfarë komunikimi ka pasur dhe çfarë të dhënash janë marrë nga komisariati. Pra ka pasur ndonjë gjurmë apo ka pasur ndonjë telefonat që janë parë disa gjurmë të Hakis apo jo? Asnjë gjë më thonë. Njërë më thanë jo në Vlorë, po ishte gjë e re. Nuk e di ç'a të them. Nuk e di të paktën. Kush e ka parë tash, nuk do e lajmërash njëri, nuk e di ç'a them. Pra, informacioni që ju... Është parë në Vlorë. Po. Thaj, po ishte i rem, do më thënë. Mendonin se mos ishte, po nuk ishte ai. E qartë. Ne s'kemi njëri në përrepes, ai është... Nuk ma mendje se s'kishte as lek, vetëm telefonin ka pas në dorë. Ju keni pasur komunikim me të gjithë familjarët e Hakis, pra Të gjithë janë ngritur në këmbë për ashtu. Edhe të gjithë jemi, domethënë, të habitur se u bë 26 ditë. Dikush do e kishte parë. Nuk e di. Nëse e ka strehun njerit na i thot paktën. E dashur Vera, ju po tregoni që momenti që ai ka dalë nga spitali, ka marrë me vete celularin e tij. Ai ka dalë rreth orës 1 të drekës nga dhoma e spitalit në 1 nëntor. Pas sa orësh rezultoi telefoni i tij i fikur dhe a ke mundur dot ti nëpërmjet valve të telefonit, kur them ju e kam fjalën për policin, të zbuloj gjurmët e tij të fundit? Është e vetmja mundësi që mund të arrije dhe të zbulojë. Telefoni ka qenë i fikur dhe unë i kam thënë që të gjëndet me anë e kartës, më kanë thënë që është i fikur se e ka pas jo telefon, po telefon të vjetër. Pra, ai që kur ka dalë nga dhoma ka qenë i fikur telefonit, apo telefoni i fikur, apo... Ka qenë se ishte që... Ka qenë i fikur që atë natë që u operua dhe unë nuk arrita dot, sepse i kishte të mpira këmbë dhe unë thash, po t'jetë ashu, do shkoj deri në shtëpi, po unë nuk arrita dot, sepse u bë gjithë kjo gjullurdi edhe që dhe hiku. E dashur Vera, kur ne të dyja kemi qenë në transmetim live dhe konkretisht me gazetaren Ersela ke qenë në lidhje nga spitali, le të themi 24 orë pas humbjes së bashkëshortit, po atë ditë ne jemi lidhur me stafin mjekësor. Unë kam folur me krye infermierjen e pavionit kur bashkëshorti juaj ishte shtruar, por edhe me mjekët. Ata që janë kujdesur dhe kanë kryer operacionin bashkëshortit tuaj. Unë bëra një bisedë të gjatë dhe të paktën në përshtypjen e tyre, ata më thanë që Haki Sala, 74 vjeçari, pra bashkëshorti juaj, ishte prekur nga skleroza. Ju këtë gjë e kishit vënë re, sepse kjo ikja e tij të bën përshtypje, do thotë ai ka patur diçka, ndoshta problemet e sklerozës në fazat e para, ndoshta pas atij operacioni mund të jetë rënduar. Dëgjoj, ai më tepër ka ikur, kur unë zbrita poshtë, ai ka ikur për cigare, se ju bë një kohë e gjatë që nuk piu, domethënë, që kur u fut në orën 3, edhe deri në orën 1 të drekës.
Nuk ishte se ishte me ai për tu agjitu se hoqi kartoterin. E hoqi 2 herë. Unë e kam thënë atë. E qartë, por gjithsesi kjo është Dhe unë normale. thashë. Kjo është normale që një i moshuar pas një operacioni për shkak të dhimbjeve mund të jetë më i grindur më shumë, i cili ka qenë konsumuesi cigares dhe ka dashur të pijë cigare se me orë të tëra nuk e ka konsumuar atë cigare, nikotinën që ja kërkonte trupi. Pra, deri në këto momente, këto që po tregoni janë të kuptueshme, që ai është bërë i grindur edhe me ju si bashkëshorte. Po unë nuk e mjekoja dhe unë i kam ilaçet aty që i kam akoma, rrobat janë akoma në spital. Dhe kryefemirja mos thot se kishe vetëm të zëmrës, të tensionit, pompën, Jo. edhe të damarve të këmbëve. Për sklerozën nuk e kam mjekuar. Po pra, Vera... Tashi mos thonë gjëra koti. Të lutem, mos më keq kupto. Nuk po të them që ju e keni kuruar bashortin nga skleroza dhe e keni mbajtur sekret dhe nuk keni treguar. Mos më keq kupto, të lutem. Nuk më kanë thënë këtë gjë mjekët. Më kanë thënë që në ato pak minuta kur kanë bërë vizita, sepse operacioni ka shkuar me sukses i bashortit, në ato pak minuta... Doli doktori dhe falenderoj doktorin që operoj, se më erdhi dhe të nesërmen që e thira, që i vuri prap kartoterin. E qartë. Te doktori që e ka operuar, nuk di çfarë të them. Po pra, le ta përmendim doktor Stajmirin. S'kam asnjë pikë dyshimi. Edhe unë e falenderoj doktor Stajmirin. Jo, Spiro, më fal, nga trova emrin, doktor Spiro, e falenderoj dhe unë, është një doktor shumë i mirë. Dhe pikërisht me Spiron kam pasur kontakt dhe kam folur. Dhe doktori, por edhe krye infermierja, ajo e cila, le të themi, kujdesej për pacientët në pavionin e saj, më tregoi se dyshonte që bashorti mund të ishte prekur nga skleroza, kishte shfaqur shenjat e para, por ndoshta ju nuk e keni kuptuar, sepse ai largimi i tij në këtë lloj forme. Unë nuk ashu, ai mund të ishte agjituar nga operacioni. Tashi mos e thonë ato dhe mos thot kryeinfermierja. Të lutem, mos i vën gjërat. Vera, të lutem, mos ta kthejmë në debat dhe në keq kuptime, sepse thjesht unë po ngrej hipoteza. Jo, unë kthej në debat, po unë burrin e dua nga spitali, se e çova me këmbët e mia. Dhe ato mos ndjerin jo skleroza dhe ku shkuam ne, familjarët që bëm sherë, ato filluan duke diskutuar. E qartë, gjëra të tilla. E dashur Vera, unë të mirë kuptoj. Dhe atë ditë, kur unë kam qenë poshtë urgjencës për jashtë, që priça për kamerat, ajo kryeinfermierja e takova aty dhe më tha nuk ka pas sklerozë. Edhe doktor Spiro ka thënë mos thonë kot më kot. Unë e dua burrin nga spitali. E dashur Vera, të lutem, unë të mirë kuptoj. Nuk e diskutoj. Dhe nuk ka asnjë gjurmë, as për jashtë, as me asnjë vend. Vera, unë të mirë kuptoj. Unë e dua nga spitali. Nuk më intereson fare. Se qa thot kryeinfermierja, se qa thot. Po të lutem tani. Në letërinin se e dinin që AQ bërin që gëzhurë. Po mirë, gjithsesi. Dhe ta ashu se unë i ka poshtë për të marrë doktorin prapë se ma hoqi kartoterin. E dashur Vera, unë të mirë kuptoj. Tashi mos ngjisin gjithë gjërat mua. Jo, të lutem, unë të mirë kuptoj Vera. Ke 26 ditë ka humbur burri, pa dyshim je në merak, me ditë të tëra ke kërkuar në teren vet, kam folur me ty në telefon. Unë jam dhe vetë e smur dhe mua çdo ditë kjo mërzitje mua më ndikonte sëmundja ime. Dhe të lutem, kujdesu për veten, është e rëndësishme të kujdesesh dhe për shëndetin, por të lutem, që të jemi pak edhe realist dhe të flasim dhe mos të ngrem akuza dhe të shajmë çdo kënd të mundshëm që mund të përmendë në këtë studio. Të lutem, Vera. Unë nuk po shaj njeri. Jo, të lutem. Unë po lavdroj doktorin që e operoj. Të lutem. Dua të them diçka. Nuk kam asnjë sharje, unë e dua nga spitali. Por ndalemi pak këtu, spitali. Nuk e di unë. E dashur Vera, spitali nuk është burg të ruaj pacientët. Këtë gjë beson arrin të ma kuptosh. As nuk e kam menduar këtë. Po pra, kështu që ajo që ne duhet të këmbgulin është që pse nuk u hapën kamrat e sigurisë ato 3 ditme, që këto kamra kamerat mua më janë hapur mbas 10 ditësh kur unë shkova në policinë e shtetit. Për t'u ankuar kur më sollën specialistin dhe ai detyroi. Dhe atë e falenderoj Bertin.
Po pra, po. Vetëm nga ai që doli kjo pamje. Dhe ke shumë të drejtë dhe këtu të këmbgullim. Pse kjo neglizhencë nga administrata e Spitalit Nën Tereza që këto kamera u hapën me vonesë duke ditur që ato... Dëgjoj, kur mua nuk më kapi asnjëherë shefi pavionit. Të më thoshte, si që më erdi doktor Spiro, më ka ardhe aty te morgu, kur isha unë që isha... Spiro e ka pasur pacient. Edhe me ai ka shoqen në operacion e bashortit tuaj, e qartë është e kuptueshme, por unë dua të them që... Dhe akoma, dhe kur isha poshtë në urgjencë, më ka thënë doktor Spiro çfarë ndihme do nga unë. Kurse shefi pavionit nuk më tha një herë të më thoshte që si ndodhi kjo punë, ose drejtoresha spitalit. Ku janë këto? Çfarë ashu? E dashur Vera, unë e kuptoj që je i irrituar, je e mërzitur, në mënyrë absolute nuk dua të mbroj bluzat e bardha, ty të ka ngelur shefi pse shefi pavionit nuk të ka pyetur pse drejtoresha, por duke ditur që doktori përgjegjës... Nuk më pyeti një herë, ka qenë pas nuk më tha një herë si iku ky person. Po iku krisi kur ne e kërkuam a ditë që bëm gjitha të zhurmë, na sollën patrullën, kurse mua s'ma sollën a ditë patrullën, risha poshtë te urgjenca. Kurse për bluzat e bardha e bin patrullën. Ose të kishte humbur në i doktor, ose të ta kishin rraf në i doktor, i kishin hapur gjithë patrullat, gjithë kamerat. Për mua jo, apo jemi pensionistne? Jo, mos ta mendojmë kështu. Jo, nuk është kështu. Të gjithë jemi njerëz. Të lutem Vera. Pse si hapi? Mua më kanë thënë që drejtoresha i ka use ato, USB-t. Pse nuk i hap? Për çfarë arsye? Por, për çfarë arsye? Çfarë dyshoni ju? Nuk e di. Ta ashu, mua ajo serdi. Ne shkuam te drejtoria dhe nuk na u dha asnjë sqarim. Ikni, duhet kjo shkresë, duhet. Me taku drejtoreshën u dash kanë qenë shkresa? Nxjerrim dhe njerë fotot e Hakiu të dashur miq, regjia të ndihmoj me fotot e 74 vjeçarit Hakis Sala, i cili figuroni i humbur prej 1 nëntorit, bashortja e tij Vera në këtë lidhje direkte po kërkon ndihmë dhe realisht po flet që kamerat e sigurisë në ambientet e spitalit nuk ju hapën në kohën e dur kur bashkëshorti humbi, ndoshta ishte shansi dhe probabiliteti më i madh për të arritur në gjurmët e tij, tashmë që kanë kaluar 26 ditë nga humbja dhe sa më shumë orë dhe ditë kalojnë, aq më e vështirë është gjetja e Hakis Salës. Ne urojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e 74 vjeçarit nga Tirana, por kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Mos harroni, keni 2 numra poshtë ekranit tuaj, por mund na dërgoni mesazhe edhe në rrjetet tona sociale. E dashur Vera, më dëgjon? Nuk e di nëse e kam zonjën Vera në këtë lidhje direkte, pasi do doja që dhe ajo ditën e sotme të përcillte një mesazh nga ekrani i Report TV, por dua të njoftoj, ti ke qenë në kontakt të vazhdueshëm me gazetaren Erselën, i vetmi informacion që ka ardhur tek ne është te zona e Zogut të Zi, Ersela, apo jo? Mund të ma japësh ti këtë informacion se ti e ke pritur dhe ti ke bërë verifikimet. Po, nga informacionet që erdhën në redaksinë, u tha që i moshuari është parë në zonën e Zogut të Zi, pranë parkut të kësaj zone. Ne pas verifikimeve që bëm bashkë me foton e Hakis, rezultoi që informacioni nuk ishte i saktë. Asnjë qytetar që i përngjante apo një qytetar i moshuar që mund të shihej në që po flinte në zonën e parkut, siç edhe u tha në mesazhin që erdhi në redaksinë, nuk ishte i vërtetë. Pra asnjë gjurmë, le të themi, deri në këtë momente që flasim për këtë të moshuar, ndaj kushdo që e ka parë të na ndihmojë me informacione. E dashur Vera, në spital brëndat kanë thënë nuk është. Në rrugë ke bërë kërkime, je interesuar, askush se ka parë. Në morgun e Tiranës ke shkuar, nuk e gjetur asgjë. Kam shkuar dhe te spitali Budallënve, më ka futur ai infermieri që ishte në çdo dhomë, nuk kishte. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt. E 6 E qartë. E kam parasysh për... Edhe te morgu kam shkuar gati për ditë, nuk ka thot asnjë gjë. Ne urojmë që ti je gjallë. Shkuar ky njeri. Ne urojmë dhe ke
shumë të drejtë, Ju lumt goja, që bëm këtë pyetje, inshallah, dhe unë ku ka atë shkuar, uroj. ku ka humbur ky 74 vjeçar, uroj dhe shpresoj që të gjendet, uroj të jetë shëndoshe mirë. Unë e falenderoj gazetaren time Erstela Malaj që më realizoi ditën e sotme këtë lidhje direkte me Vera Salaj, dhe pse jeton në kryeqytet për shkak të problemeve të shëndetit, nuk mund të vite në këtë studio, shkuam ne në shtëpinë e saj. Të falenderoj Erstela, të falenderoj Vera dhe do mbetemi në kontakt për çdo informacion që do vi për Akiun. Ju përshëndes. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar me një tjetër histori, me një tjetër humbje. Bëhet fjalë për Sulejman Bekshiu, një 80 vjeçar nga Kavaja, konkretisht nga fshati Synej Kavajës, i cili ka humbur kontaktet me familjen në 10 shtator të këtij viti. 80 vjeçari i moshuari doli mëngjesin e 10 shtatorit pasi konsumoi kafen me bashorten e tij, doli nga banesa për të shkuar dhe të trishte pensionin, por fatkeqësisht prej asaj dite nuk u kthye më në shtëpi dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kanë kaluar javë dhe muaj, familja është ende në kërkim, por nuk është gjetur asnjë gjurmëjete për Sulejman Bekshiun. Unë dua të prezantoj në këtë moment një kronik që ne kemi përgatitur për historinë e 80 vjeçarit nga Kabaja dhe rikthehemi në studio pasi sot e rikthejmë të histori me kërkesë të vajzës së saj që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gentiana Hida, e cila pas pak do të jetë në një lidhje direkte live. Unë nis të merrte pensionin, por nuk u kthye më në shtëpi. Emisioni pa gjurmë vijon ende kërkimet për Sulejman Bekshiun, që rezulton i humbur që prej datës 10 shtator të këtij viti, nga fshati Bukaq i Kavajës, Sulejmani, një baba dhe gjysh i përkushtuar, del nga shtëpia për të shkuar në Synej, aty ku prej vitesh merrte pensionin e tij. Ai përshëndeti bashkëshorten dhe familjarët, pa ditur se ky do të ishte takimi i fundit me ta. Te dit asnjë lajm, asnjë informacion. Te asnjë lloj gjëje. Të botën e cim përrejtësit, Kavajës, në Tiranë, asnjë lloj gjëje. Ndërkohë, personi i fundit që e ka parë, kush është në familje? Familje, unë kam parë këtë kamët me datën 10 shtator që u lërgu në orën 11:05 minuta. Keni qenë në shtëpi? Ja, kam qenë në punë. Dhe ku e pe babain? I ka thonë mamës dhe i këtë marrë pensionin. Po? Nëse ka kthy më, gjyrë se më pa më. Ka ikë ora 11 e para ditës së datës 10 shtator. 10 shtator, po. Po? Ka shku ke posta më morë pensionin. Pra, ju e keni verifikuar, keni shkuar te posta? Kam hap kamrat. Në ora 12:10 ke veranda ty, ka morë rrugën për ty për nalt për Kavaj. Deri ty janë pa shenjat se janë pa më. Rreth orës 11, ai shihet nga punonjësja e postës që shpërndan pensionet. Kamerat e sigurisë të vendosura në fshat tregojnë se ai ka kaluar te ure Kavajës. Pas këtij momenti, gjurmët e Sulejmanit humbasin. Atë ditë, 81 vjeçari kishte veshur një bluzë të bardhë me vija dhe një pal pantallona kadife. Sulejmani nuk kishte probleme shëndetësore, por familjarët shprehen se atë ditë ai nuk ishte në gjendje shumë të mirë. Si ka qenë gjendja e tij një natë përpara apo atë mëngjes kur ai është ngritur, ka pirë kafen e mëngjesit me nënën, është larguar, ka shfaqur ndonjë shenjë? Ja. Ai pensionin sa mu s'ka qenë tërzisa ditës, sa ku ka më morë pensionin, s'ka qenë tërzisa. Pse? S'ka qenë tërzisa, ka dhëm koka, trupja, se di. Ju kujtoj çfarë kishte veshur babai, çfarë ju ka thënë nëna, se ju nuk keni qenë në Ka shtëpi? vesh i palë të pantallona se kështu si pun gri, kadife, tholla. Një pal pantallona në ngjyrë gri kadife, po? Pak, tholla. Se pak shumë tholla i matej, si pun gri. Një bluze me mëngë të shkurtra Një bluzje, sigurisht, kjo bluzje, po. me vija. Baton, ku ka fsës fshati, ka vesh i gjupë. Sot ata kërkojnë me dëshpërim ndihmën e çdo njeriu, çdo informacion sado i vogël mund të çojë drejt gjetjes së tij. Nuk e di sa të na ndodhi kjo fatkeqësi e madhe, nuk e besoja kurrë. E në fakt një fatkeqësi e madhe për familjen Bekshiu, të cilët kanë humbur babain e tyre, fëmijët kanë humbur babain e tyre që prej 10 shtatorit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Në një lidhje direkte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam vajzën e Sulejman Bekshiut, Gentiana Hida, e cila dua më njëherë ta përshëndes. Gentiana, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje direkte dhe ditën e sotme po sjellim në fokus historinë e babait tuaj, që fatkeqësisht në redaksinë e emisionit pa gjurmë ende nuk kam mbritur një informacion ku ne të nisim kërkimet. Nuk e di në familjen tuaj, nga kërkimet që ju keni bërë pasi
vllai që ne kemi kontakte të vazhdueshme, gjithnjë tregon që është në terren dhe bën kërkime. Është mësuar diçka për babain? Asgjë informacion, asnjë gjë s'kena marrë vesh. Por nga policia? Asgjë fare. Nuk e di para ca ditësh që kam shkruajt në telefon që e kishin kërku vllain këtë policia, thjesht i kishin bërë ca pyetje, e në asgjë më shumë. Ndoshta për verifikim ndonjë informacion që kam britur në polici dhe policia është detyruar të thrasë familjarin. E kuptoj. Mirë, jemi sërish bashk live dhe po flasim për historinë e Sulejman Bekshiu, 80 vjeçari nga Kavaja, që rezultoni humbur për familjen prej 10 shtatorit. Regjia ta nxjerrë dhe një herë pasaportën e Sulejman Bekshiu, dua të bëj thirrje gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këto momente në ekranin e Report TV, kushdo që e ka parë këtë të moshuar, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi familja e kërkon prej 10 shtatorit. E ndërkohë kam në një lidhje direkte vajzën e tij nga Amerika, Gentiana Hida. Gentiana, më dëgjon? Po. E dashur, me kërkesën tuaj, ne sot e sollëm në fokus historinë e babait tuaj dhe uroj dhe shpresoj që të ketë lajme dhe informacione, uroj që ai të jetë një jetë, mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Dua që ta mbyllim me një mesazh, ke një mesazh për të përcjellë sot nga ekrani Report TV për gjithë audiencën që ndoshta dikush mund të na ndihmojë me informacione? Inshallah, po gjendet sa më shpejt, dikur mund ta ndihmojnë me ndihmën e tyre. Dhe urojmë dhe lutemi që të marrim lajme dhe... Lutem që të marrim një lajm më të mirë, inshallah. Ose sido që t'jetë. Sido që t'jetë lajmi, vetëm ta gjejmë. Të mësoni të vërtetën. Të mësoni të vërtetën, na kalon me pikpyetje që nuk e dim as vetë. Dhe s'keni faj, ka kaluar më shumë se 2 muaj. Të mendosh ku ndodhet... Po, kam 3 muaj tani në nëndorë. Më falë në 10 orë. Po, në 10 dhjetor, ai mbush fiks 3 muaj. 3 muaj që ka humbur dhe të mendosh çfarë ka ndodhur. Dhe nëse është gjallë, ku ka qëndruar për gjatë kësaj kohe, një moshuar 80 vjeç. Uroj që të kemi lajme dhe informacione dhe të mësohet kjo e vërtet. Të falenderoj e dashur Gentiana që të pata në këtë lidhje. Faleminderit edhe nga ti, shumë faleminderit. Mirë, me historinë e Sulejman Bekshiut, këtij 80 vjeçari nga Kavaja, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.